Po vjen zarfi me emrat e atyre që do të shkojnë në sfidë sonte. Atëherë. Në sfidë sonte do të shkojnë 3 fermerë. Dhe këta janë 3 fermerët më pak të votuar gjatë këtyre ditëve. Do të sfidohen me njëri tjetrin sonte. Henry. Do të shkojnë në sfidë sonte. Blerina. Dhe Bujaka. Sfida do të jetë mes jush. Çfarë mendoni? Unë tashmë jam mësuar Arbana, kështu që hajde bëjmë një sfidë tjetër. Bravo, ble! Bravo, Bibi! Çfarë prisi do jetë një sfidë bashk, do keni secili për ta thënë në mënyrë frazeologjike ato tunelet tuaja, hollit tuaja, do të jeni të ndarë nga njëri tjetri, do të luftoni me njëri tjetrin ashtu si përpara ca ditësh? Po, patjetër, shpresoj që të jetë individuale dhe besoj që secili do ketë pak më shumë kujdes për rregullat e përgjithshme sportive dhe do japim maksimumin, besoj gjithë. Çuna? Unë mendoj që nuk është mirë me folë para loje, kështu që le të vendoset me sfidë. Henry? Ecim, ta bëjmë, ta kryjmë. Okej, mirë. Unë do t'ju jap kohë që të bëheni gati, të visheni, ndërkohë që do doja të shikonim së bashku një tjetër klip me një tjetër aktivitet shumë interesant që keni patur me kompaninë Billa, lider për pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje, që ja bëri bam me ofertë më të kërkuar në vetëm 6 ditë pas trim stoku. Çdo produkt në ofertë në 14 showroome në të gjithë Shqipërinë. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë, vendos të jap çmimin, më dëgjoni me vëmendje, të dyja grupeve që kanë dalë në barazim votash. Janë treguar zemërgjor shumë fitues. Pra, grupi Sonit, Indrit, Ilirit, si dhe grupi Mozës, Kostanës, Bujakës, Romirit, merrni të gjithë nga një kupon me nga 700 euro blerje tek Billa. Ja ka fitua! E pastroj stokën me juve. Unë e hile, a dhanë 0 pikë. E, po si. Do këthem të kjo pas pak, ka publicitet, bëhuni gati, kemi një super sfidë pas pak, shqydroni me neve. Kemi një super